Kuvajti është puna jeme parë si stewardese, mas 3-4 dështimeve që i kum pas në kompanit ndryshme, se puna për stewardese është, si me thonë, një intervist si open day thirët, e merë CV-në edhe të shkon kur do që e kanë organizu kompania open day, edhe aty ka shumë konkurencë madhe, dhe me thonë, bi 200 vajza janë gjithmonë. Sa përgjithen nga 200? Edhe prej Kosovës që atë kohë kur jena përgjith najna kun veç 5. Kështu që është konkurenca ekstreme madhe edhe ata këqyrin gjdo kriter, dhe me thonë gjdo lëvizje edhe momentin kur tipin kafe gjatë pauzës, ata janë në vëzhgim. Dhe me thonë, që ato përgjithje nuk bon veç hajtë sa me thonë, po janë tamon përgjithje që ata kanë pa diçka në ty për me të përgjithë. Pra, cilat janë ato kriteret kryesore, ose ka diçka që ndoshta nuk mundesh me apliku për një arsye të tillë? Po, ka kritere. Kriteri i parë është gjatësia, se dojnë ata me të matë puna që ti kimi mbyll ato overhead bin ku futën valigjet e pasagjerave. Më thonë, minimumi është 1,60 m deri 2,10 m ose 20 ku ti prek pa u qunë gishta. Tali kritere tjera ka, dhe më thonë, edhe nëse kina i shajnë ftyrë kështu prej lindës që diçka të mundet më ngacmu pasagjerat, edhe ajo nuk kalon, dhe më thonë. Tani është personaliteti, se doj me di qëfar karakteri je se ti ki pun aty është non-stop me njerëz, edhe nëse je një karakteri dopt pak, nuk kalon, kështu që dush më konë shumë konfidente kur të aplikojnë vajzat për punën e stewardesës. Pra këto janë ndër kriteret kryesore, pastaj pas përgjithjes kryen si shkollim apo trajnim? Gjatë asaj dite kur ti shkon në open day ose në intervist, nëse i kalon çto 2 të para, do të thonë gjatësinë edhe kriterin tjetër, ti kalon për test anglishtës. Masnej, nëse e kalon testin anglishtës, ti shkon për test psikologjisë, nëse e kalon psikologjisë, shkon për test matematikës, do të thonë është një ditë shumë e gjatë, derisa ti arrin mi kalu krejt këto teste ose çka do që lypin ata. Edhe testin e matematikës? Testin e matematikës po, se shpesh edhe kena shitje në aeroplan, edhe është shumë normale edhe nëse bojnë test matematikës që paka shumë e ditë ku qëndrën. Po, si ka qenë për ty ajo eksperienca e parë? E kujton fluturimin e parë? Fluturimin e parë e kujtoj shumë mirë, se gjatë periudhës trajnimit që i kena ma shumë se 2 muaj trajnim, te fluturimin e parë keme bo me supervisor, që ato sene që i ke mësu në trajnim dhe ke bo teste për to, ti tash kemi apliku njëtën në realitet në aeroplan. Edhe e kini mbikëqyrës supervisori ose kur të koft, edhe aj gjatë kohës që ati fluturimit ka me të bo shumë pyetje për me ditë a ki kalu testin qësh duhet, apo veç ja ke vjedh dikon, apo kupton. Edhe u konë shumë interesant se dyqysh ka mësën ti në trajnim, shpesh herë edhe je konfuze se plus trajnimet bon krejt gjuhën angleze. Na mujna me di gjuhën angleze pak në mënyrë bazike, po termët e aviacionit unë kur njetë nuk i kom ditë, sa aty ka shumë terme që nuk kam pas lidhje me gjuhën angleze që unë e kom ditë. Edhe tash je pak konfuze se unë shpesh edhe thëmë qaq e mëson aeroplanin mirë në trajnim që edhe zort jam mëson, sa litra kerozinin nxen, e gjithë shka do me thonë që nashta jonë informata që për neve nuk duhen, po ti dush mi ditë pa tjetër. Kështu që u konë një fluturim interesant, pak me stres, po nuk e harroj, edhe shqyqër zotit e kum kalu me të parën.